të shpia. A i ka vllaznit edhe babën edhe kejt. Kur ta ngrej telefonin baba, veç e ngrej telefonin a i sërak mbyllët. Edhe ke mbyll. Dhe dashti me fol njoni, po e msheli, u mshel. U pre lidhja. Sa pre lidhja? E ka pre a i lidhja. Me pas dalja e qika smut së pre ke lidhja, vazhdoj ke muhabeti spir. E pave që shpo i ka? Hinë gjonat kështu. Hinë gjonat në popull kështu. Kështu pra depërtojnë edhe ato politike. Kështu depërtojnë edhe ato ekonomike për ta smu ekonominë tonë. Kështu depërtojnë ideja të gjemë të tonë se me punu s'ka hesap. Edhe kjo ka ardhë në përmet një telefoni prej lojeve të telefonave. Edhe kjo ka ardhë në përmet një lojë të reklamave prej reklamave. Edhe kjo ka ardhë në përmet ka hi në përmjet kanaleve të bindjes se s'ka hesap. Edhe tashti po i shef me qindra mia djem durt në gjepa, e ato kur një punë se bojnë, e vërtet është se kanë mundësi me i bot disa punë. Ato s'kanë mundësi me hinë fabrik me punu, se na mo të qartë e kemi pse s'kemi mundësi me hinë fabrik. Ato s'kanë mundësi me u bom me uniform me kri një punë, se mo të qartë e kemi, s'ka nevoj me diskutu, po kanë mundësi mrekulli me bo në arët e veta. Ama s'ka hesap. Ate që e kam thonë para 2 viteve prapë për e teki. S'ka hesap, pra nga rapodel, unë për qatë tash të fjali foli. Këto gjona nuk i folim në vesh gjemotin dërshëm kur nise me rabur. I folim pra në verë këto. Nuk ka hesap. Se oranjeria e Velesit të fshati Qashka. Ajo ka hesap. Ajo duhet me shit. Për qatë s'ka sa më fushtjuve. Se mollat pires në duhet me arë më shqit 180 kamiona në Slupçan për një dimën. Për atë s'ka hesap, se a i duhet me shqit. S'ka hesap. Duhet me ble ketë prej Bugarije, për atë s'ka hesap. Duhet me ble bas Turkije, për atë s'ka hesap. Duhet me arë Bostani për Iranit. Me u shqit tash momentarisht 3 mark, nuk ka hesap, se për Iranit duhet me arë më shqit këtu. Këtu s'ka hesap. Se këtu së në nëzirim na panajlon e kemi nëzirë mas 7 javë prej datës sotit. Panajlon mas 7 javë prej datës sotit e kemi nëzirë në këtë fush. S'ka e sap, apo? E me najlon? Me najlon që është një ki legjim sa shvokti. Ama unë e di gjematin tonë shfar mentaliteti kanë. Gjemati jonë me këtë mentalitet mas gjumosi, thojnë hoxës, shire ku hi, ku sa puna vetë? Thojnë gjemati jonë, po mirë bet ti asën të ekshirat vajzin tana, e kësa i thojnë jo vajz gjemation, kësa i thojnë jo vajz, thojnë hoxha në ekonomi, ani do rebela që mendojnë se kanë shkollu për ekonomi e një difatosa ekonomiki kanë lezu, thojnë hoxha po hinë të mënton. Kinë se ekonomia është bon në native. O i nderuar i gjemot, ekonomia, psikologjia, sociologjia, teknika, teknologjia, medicina, biologjia, seizmologjia, ndërtimi, zhvillimi, me fjallën zhvillimi, gjithsejt na jemi nëna ati. Islami është non e bab e zhvillimit. Për atena kapim për këtë punë, me krenariri një stoni thojmë, o rini, keni hesab, keni hesab, keni. E kur s'po keni hesab me punu, e dini në cëllin hesab për ju qesin qërë, për ju qesin hesab hiq pa punu. Në atë fushën hesab pa punu. Nëse me punu s'keni hesab, a keni hesab mës me punu? Angazhoni mjellën e bereqetin i cili nuk shitët. I nderuar i gjemat, mjellën e bereqetin i cili nuk shitët. Si mës që shitët qonë ndrenicë. Si mës që shitët qënja u fukarave shka kanë halë. Si mës që shitët qënë në Shqipëri. Qënë në Shqipëri, o, i nderuar i gjemot, 50.000 familje, asë 1 centimetr katror se kanë shtroj. 50.000 familje, asë 1 centimetr katror shtroj se kanë në tokë flemë. Qëne? Qëne se Allahu Gjelle Gjelaluhu Islamin e ka zbrit sistem. Islamin e ka zbrit sistem, tha, wa yas'alunaka madha yunfikun, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, o Muhammed, të pysin shka t'japin, thuj, kulil afwa, jipne atë shka si ju duhet me hongër për sot vlasnive t'ju. Kja sistemi Allahu Gjelle Gjelaluhu.
Nuk ka sistem i cili mëson me dhonë në sheshin ho shtraset në kell në ban hov. Nuk ka e sistemi. A gjenë Gjermani për me dhidhonë fukaras duhet me dalë nudhe. Si të lipësh, duhet me dalë nudhe, mira gitarës gjithë ditën e lume, e Gjermanët pasanik me shëshira qesin një fenik. Halas ka ndodhë di fenik. Konzervën e sardinës e nëna i shkalip. Ndëgjoni mirë, në Gjermani të kell në Bahnhof, në stacionin kryesor në kell të kishe e modhe, ati kalojnë me mia njerëz në dita a i shkalip konzervën e sardinës e nën tokë. E dini pse e nën konzervën e sardinës? Se e din se gjithë ditën ma shumë se 50 fenik se një merë. Shumë burën e madhe bile e kanu. Ku ka dalaj me lip. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë në Kurani Kerim, wa yas'alunaka madha yunfikun, tha të pysin ti e qka t'japim, thuju el afwa, thuju atë shka s'ju duhet për sot kejt jipne, vlaznive jip njavë, nesër ju këthet, nesër ju këthet. Unë po këthem të pjesa e dit e idhnimit Allahu Gjelle Gjelaluhu, nëse ju o musliman ja këtheni shpinën, panës tjetër Allahu tha në numrin 1 jam i hidhruar në ju. Si t'jedhnohem shka bo, si t'jedhnohet Allahu Gjelle Gjelaluhu neve. O men arada an dhikri, qële Kurani Kerim në surat Taha, o men arada an dhikri fe inne lehu me ishetën danka, nëse ja këtheni shpinën tha sistemit tem keni me jetu me brenga, jet me brenga në këtë bot. A fjala breng nuk e ka kuptimin mejgjë. Fjala breng Kuran nuk e ka kuptimin vi pros këtum. Fjala breng e ka kuptimin Kurani Kerim problem i cili nuk zgjidhet mas pak ti një shekull. Fjala breng Kuran e ka kuptimin problem i cili nuk zgjidhet mas pak ti një shekull. Për shkak se thurët shumë, thurët keq. Tha waman arada an dhikri fe inne lehu maishetën danka. Jetës juve se një gjani fijen e zgjidhjes. Se një gjani jetës ju vegzën. A mën përja gjani vegzën? Jo, së më përja gjani vegzën. Unë kam bindje se po dhe ata frik bile. Te papa në Vatikan a i do t'ja zgjidhe vegzën problemit tonë. Se a i zgjidhe vegza, atë kalzoj për papën. Papa është institut për vurjen e vegzave. Jo për mi zgjidhe, për me i lidh vegzat. A i lidh vegzat. Shka një zgjidhë të papa. Njoni shko vizito titën ban tavaf, njoni vizito papën ban tavaf, bani tavaf. Po njoni do qabën me shku tavaf, jo ti më shko me bo qabën tavaf. Ti shka ki me shku në qabën më shko se ka vaktin shti. A ti shko bane papën tavaf. Hajtë urnë. O musliman inderuar, o besimtar, s'kemi qëllim qëtër përveç se hapjen e derës së të menduarit. Një derë, një dritare të menduarit fillojsh me mendu drejt. Tha unë jam i hidhruar. Nëse hidhruem unë ti e jetën me brenga. Jetën me brenga. Tha e di, numërin di. Tha walahum adhabun elim. Nesër ditën e gjikimit denim të ashpër. Wa bi'sal masir njeri ti ku ke mu këthi. Wa bi'sal masir. Mirë, qëfar këthimi? Vaj, qëfar këthimi? Këthim gjahenemit. Ja ke këthi u dhe sallahu Gjelle Gjelalu shpinën. Thalë Rasulullah a.s. në hadis, o mësimtar, tha kemi 7 gjona, jo absolute, jo të kryme, po 7 të caktuara prej qerave se ka ma shumë. Tha 7 gjona, porosis umetin tem që largon, se janë të mdoja. Të parën e ka tek e shirku billah, largonu prej këtive, e para shirkë Allahut me i barë tak. E pastaj 6 gjona qerat ka thonë në baraz pesh vinë me këta, janë ranë sa kjo e para. Ka thonë shirkë si t'i banjsh Allahu Gjelle Gjelalu s'ta fali. E pastaj 6 qerat e poshtë janë e kanë tretmonin e kësajt modhe me një dalim shumë të vogël që pritet me u falë në esër në njën e shefatit Muhammed Mustafa si ta meritojmë. Si ta meritojmë. E kush janë ato? Tha mos ban shirkë numër 1. Tha wa katlu nëfs, mos e mbit vlaun, mos derë gjakun e njeriut vla, se ka thonë Kurani Kerim, men katala nëfsen bi gajri nëfs,
fa ka annema qatala an-nas jami'a, kush e mit vëlla